më duhet të... Po e krahasojnë ose në farë mënyre po krijojnë një ekstra një akademi për ta, vetë është ideja që fillimisht këta po e ngritin këtë çështje. Për shkak se ndoshta, prapa këtyre iniciativa fundi që ndrojnë grupe me kuptimin të mbështetura financiarisht shumë mirë. Dhe ka një farë interesi që ky debat të bëhet sot këtu. Jo vetëm këtu, kam fjalën përgjithësi. Edhe t'i vihet theksi kësaj kategorie. Ama unë e konsideroj që secili punëtor social ka një ekspertizë. Pra, disa punëtor social janë më të mirë me fëmijë, disa janë me të burgosune, disa janë me grupe tjera të marginalizuar. Kështu që konsideroj që disa punëtor social, për çfarë arsye tyne mundën me pas. Në universitet. Jo, për punës me ta, sepse punëtorët social, pra që ata duhet të thonë, nëse është një punëtor social që ka dëshirë me qenë pak më profesionist në raport me personal LGBT, dhe ndoshta me punu kryesisht në fushën e të drejtave LGBT ose me personazhe të tilla përfundon akademinë. Mu për vete po më duket vetë si një shtesë universitetit. Dhe konsideroj që nuk duhet me pas vetëm këtë lloj akademi, mendoj që duhet me pas disa që masnjë zgjedhin vetë studentë ku po dojmë u interesu më shumë në cilë akademi. Çfarë po duhet me pas një uri gjenerale për këto çështje mendoj. Se duhet unë si psikologe mendoj si kjo kategori nuk ka nevojë për një qasje ndryshe. Ka shumë nevoj të trajtohet njëjtë. I kanë specifikat e tyne, dhe më thonë, më interesoj me... Nuk kanë specifikat, ma atë vetë kanë probleme. Që këtu po kërkohet një trajtim ndryshe, ose ne jemi duke diskutuar për një trajtim ndryshe. Thjesht për informim, a do të informohemi ne nga Big Brother se çka është, ti je gay, apo çka është, ti je trans, ose straight, ose këto? Më falë, unë mendoj si neve... Seriozisht, sepse pastaj po mesin dorë të tilla reality show për të informuar. Mendoj si nuk jemi shoqëri aq ignorante sa si jemi të informuar për këto kategori, se kanë qenë, kanë ekzistuar. A mendojnë që nuk kemi qenë deri vonë shumë ignorant në këtë drejtim? Unë mendoj si nuk kemi qenë ignorant, po kultura edhe ajo padyshim që kanë ndiku edhe njërë. Por, kjo nuk do të thotë, patjetër, po neve kemi edhe plot grupe të tjera të shoqërisë që janë të diskriminum e që nuk ka nevojë mi u qasë ndryshe, po thjesht mi u qasë njëjtë. Ne deri tash ju kemi qasë ndryshe. Nuk po dëshiroj me vënd theks. A jemi të informuar, Atifete, ju e një psikologe, a jemi ne si shoqëri mjaftueshëm të informuar edhe për LGBT, edhe për si trajtojmë një person me autizëm, edhe si trajtojmë një person me tjera çështje? Unë mendoj si ajo çfarë duhet të informuar një punëtor social, kur shkon, ne dim që shumë gra që janë single nana, kur shkojnë që në spitali ose dikon, edhe i thonë emri prindit, ja jap emrin e nanës, edhe i thotë jo zoj, e du emrin e prindit, se mendon që prindi është veç baba, edhe nana nuk e konsideron prind. A duhet ne këto probleme që ti te kalojmë, që ti mësojmë këto, se kjo është ignorancë shumë e thella. Kjo është ajo çfarë po them. Se duhet neve të diferencojnë një grupë. Neve në përgjësi... Nuk është ideja me diferencu, është ideja ne a duhet të mësojmë. Pa tjetër që ne duhet të mësojmë. Jo si ti qasemi LGBT-s, po si ti qasemi edhe profesioneve të ndryshme, edhe fushave dhe çështjeve problemeve të ndryshme. Neve dim si paraprakisht duhet të mësojmë të pranojmë secilin me veçoritë e veta. Ajo çfarë neve duhet të bëjmë. Tjetër, pa tjetër që neve duhet të qasemi në mënyrën e njëjtë edhe këtyne grupeve, pa i diskriminu. Për mua, vërtet është qetësuese, për shkak se nëse mendojnë si po i bojnë dirë këti grupi, po i bojnë dëm duke diskriminu. Unë e për një pyetje, Departamenti Psikologjisë më intereson me ditë, çysh është e veçuar, a mësohen se çysh me u trajtu gjithë pacientët njësoj, apo mësohen që janë problematika individuale të secilit prej tyne. Pra se unë me thonë që traumat të jetës sa me njëjta si t'juja, se cili kemi mënyrë tjetër. Pa tjetër, trajtimi gjithmonë është bile shumë individual, bile shumë pak mos thëmë s'ka literaturë se si duhet të trajtohet një individ. Për shkak se ka shumë dallime, së pari përveç si neve jemi të njëjtën kohë jemi shumë të ndryshëm. Ajo çfarë kemi kaluar, trauma fëmijëria jonë, personaliteti jonë, karakteri jonë, individualiteti jonë. Do të thotë, si secili klient trajtohet shpesh në mënyrë shumë specifike dhe shumë të njëjtë. As ka terapi të njëjtë për secilin. Është baza e terapisë,
po jo në plotësi, për shkak të individualitetit. Një akademi e tillë që na mëson për personat LGBT me pas pak më shumë parasysh disa trauma më specifike që mund me pas si komunitet, a nuk është në hajrin ton që është mi trajtu këta shqiptar? Për shkak se neve kemi kategoritë të tjera të cilat janë shumë më traumatizume se kjo kategori. Po s'mendoj që është krahasimi. Jo duhet mu krahasu, për shkak se nuk është me prioritet kjo. Trauma e luftës është më e rëndë se një traumë tjetër se s'ka, unë mendoj atëherë duhet me prioritet gjithmonë, iniciativa duhet të jenë me prioritet, kështu që duhet të jetë me prioritet kategoritë të tjera. Prandaj u mendoj, gjithë ky prioritet që ju ka dhënë, u mendoj si është e kundërta e asaj edhe vërtet po i dëmtojnë këtë grup. Mendoni, Topanica, që duhet të rhiqet kjo akademia apo të vazhdoj si e tillë? Absolutisht, unë jam kundër iniciativave të ngjeshme që marrin kaq shumë vëmendjen, ndërkohë, domethënë, në asnjë parametër Universiteti i Prishtinës nuk performon siç duhet. Unë thash do doja Unë kam shumë të qartë hallin e juaj edhe. Do doja që në farë mënyrë studentët e Universitetit të Prishtinës të kishin shumë më tepër impakt në jetën tonë publike. Sfera po e politikës të kishte frikë nga potenciali i studentëve. Që shka pas dikur. Në një kontekst fragil, në një kontekst me kaq shumë kriza globale që afektojnë jetën tonë, që rrezikojnë një farë mënyrë po ringjallën nacionalizmat në përkrejt vendet e botës. Ish dashur të shtrohet ku është interesi jonë primar. A do duhej që paramendoni para disa vitesh Departamenti i Letërsisë ka mbetur me 9 studentë. Nuk është bërë kaq shumë debat rreth kësaj çështje. Pse ka kaq pak interesim për studimin e disa fush veprimtarive? Shihni si të themi të rrezikshme? Nuk e shoh si të rrezikshme, e shoh si dështim të universitetit. Sepse është absurde të pyesësh nëse Departamenti i Psikologjisë, Departamenti i Sociologjisë dhe fush veprimtaritë relevante në këtë rast nuk mësojnë për këto kategori gjinore e sociale kështu me radhë. Gjitha këto departamenti kanë përmbushur këto, edhe duhet përndryshe ato pas kanë dështuar deri tash. Ne e dim që pak edhe shoh profesionet apo iniciativat të tilla shkojnë me një farë trendi. A u bë trend që gjithçka cilët rreth LGBT? Po, këtu domethënë e merr motivin shumica e kritikës që adresohet institucioneve publike. Pse po e zëm universitetet edhe kolegjet private nuk e marrin këtë iniciativë, sepse ato janë të fokusuara në atë që kërkohet në treg, edhe e harmonizojnë kurrikulën e tyre me kërkesat e tregut. Por ndryshe do ta rrezikonin me veprimtarinë, sepse fundit shoqëria jonë mbetet në thelb konservatore dhe nuk ka asgjë të keq që është konservator në shumë pikpamje. Mirë po, ne duhet në një farë mënyrë paraprakisht ta shtërrim në debat siç duhet edhe në Parlamentin e Kosovës, i cili është gjysmë funksional që sa vite, edhe në shumë institucione tjera. Nëse kalon, atëherë mund të... Pra jo, apo e shini këtë diskutim si çështje kojndër, më thonë që duhet me precizu gjëra tjera? Unë po them që në shumë aspekte tjera, universiteti për fat keq është ku është, edhe prandaj jam kundër kësaj lloj iniciative, sepse siç e tha dhe psikologja, fundit i diskriminon vetë si kategori. Nëse mund na vesh edhe për në fund, mund diçka që morëm përshtypje e ceka më herët është bërë punën e pjesëmarrjes, se prapë them gjithmonë diskutohet në rast që e kanë obligativ marr pjesë, po këtu edhe ceka thotë pjesëmarrja në këtë akademi është plotësisht vullnetare dhe bazohet në plotësisht në interesimin individual të profesionistëve apo studentëve të diplomuar në punë sociale dhe shërben si në burim shtesë mësimi, informimi dhe ngritje të kapaciteteve profesionale. Për që ta nuk përshot, dhe më thonë, e kuptoj e hallin e ju, e kuptoj që nuk ishtë dasha një veçemi t'il, po për mua universitetet du të me pru sa më shumë kësi akademik, që letësh ftes edhe ku dy departamentet që studiojnë për mjedis, ta za me pas një akademi për ngroje globale, ku ti mësën pak më shumë se shmëqasi shtetar. Pra, unë për nuk u vesi një ftes, mu angazhu të gjithë intelektualit edhe akademikët më shumë. Ju interesuar parrunin funksionin në universitetet në jo që? Atëherë kjo është dëshpruese nëse një student i cili diplomon në këtë shkencë nuk ka një hurit se si duhet të sillet si me LGBT-n, si me grupet të tjera. Prandaj nuk ka nevojë mendoj për një hurit shtesë, sepse ai ishtë dasht me qeni gatshëm kur të diplomoj
tjetë i zotin në mënyrën edhe të di shumë mirë si të komunikoj me këto Jo, të gjithë kategori. kur kemi diplomuar, kemi qenë të gatshëm për treg të punës. U mendoj si kjo nuk ka të bëj me treg të punës, edhe mendoj si pa tjetër që në varësi të asoj arritjeve tua. Nuk ki nevoj të përveç përshtes. teorisë, duhet edhe një praktik për ta Pa tjetër që edhe ato ishdasht në kuadrë të studimit tjenë, pra ndaj nuk mendoj si ishdasht shtes, unë mendoj si është e habitshme nëse mendojmë nuk e kisha marrë me mend si një student i cili diplomon në këtë shkencë të ketë nevoj shtes të di si të sillet me kategoritë të caktume. Pra ndaj për mua thjesht është dëshpëruese. Mirë, shpresojmë që të bëhet ajo që është më e mira për studentët, edhe pse jo edhe për akademi të tilla nëse me të vërtet e dërgojnë në një tjetër nivel edhe Universitetin e Prishtinës. Urojmë që të realizohen ato kërkesa dhe dëshira edhe që janë ndoshta më të nevojshme edhe që është duke i kërkuar shoqëria jonë. Gëzor për të mirën e shoqërisë tonë. Faleminderit shumë, mirë që ke qenë së bashku me ne. Atifete Knaçi, faleminderit shumë.